Shiroka është zemra e shkodranëve. Ky diell i ngrohtë e ka bërë më të frekuentuar këtë fundjavë në pikën turistike të Shirokës, ndërkohë që asaj nuk i mungojnë vizitorët gjatë gjithë vitit dhe përgjatë gjithë stinëve. Në ndezet e buta të diellit, buzëqeni dhe në rrës të Taraboshit, familje të rinj dhe të moshuar kanë zgjedhur të kalojnë disa orë relaksi larg zhurmës së qytetit. Qytetarët shprehen se temperaturat e favorshme dhe natyra e qetë e Shirokës e bëjnë këtë zonë një nga destinacionet më të preferuara për fundjavë. Ka një qetësi absolute, dielli është i bukur, koha një pranverë e vërtet. Nga vini? Unë jam nga Fieri. Kena kanë qysh fëmijë, kena orto, kena bë verën këtu, na kanë print edhe është një mrekulli. Kjo ditë e bukur, gjëna më smirë shfrytzu, ditë pushimit. Çfarë e bën të bukur Shirokën në syrin tënd? Shirokën e bën të bukur herë, bile që është Kujtimet. kena kujtime pa fund. Gjaja pozitive është që Taraboshi është gjithbru shumë më tepër. Ajri i pastër, dielli që ka dalë, pemë që po fillojnë me qitë gjatë, shumë bukur. Shiroka vijon të mbetet një nga kartolinat më të bukura natyrore të Shkodrës, ku liçeni dhe mali ndërthuren në një panoramë që të fton të rikthehesh sërish.